Shqipëri apo Mali i Zi, ku ja vlen të investosh më shumë? Ja 3 fakte që duhet t'i dish. Së pari, niveli i çmimeve. Në Shqipëri, sidomos në Bregdet, prona janë ende deri në 30% më të lira se në Mal të Zi. Kjo do të thotë se kapitali yt fillestar shkon më larg dhe ke më shumë mundësi zgjedhjeje. Së dyti, rritja dhe kërkesa. Tregu shqiptar po rritet me shpejtësi, veçanërisht fal turizmit dhe kthimit të diasporas. Në Mal të Zi, rritja është më e ngadalë dhe konkurrenca nga investitorët e huaj është shumë më e madhe. Së treti, rregullat dhe hyrja në treg. Në Shqipëri, hyrja është shpesh më e thjeshtë, por duhet të kesh kujdes me dokumentacionin e pronësisë dhe lejet e ndërtimin. Mali i Zi është më burokratik, por më afër Bashkimit Evropian, një plus për disa investitorë. Përfundimi, të dy vendet kanë mundësi, por Shqipëria ka aktualisht potencial më të madh për ata që duan të rriten. Dëshiron më shumë fakte? Ndiq Lushaj, report.